Këto mbishkrime, të cilat tregojnë historinë e kurrizit të Dardanis në kryeqytet, janë vendosur në hyrje të tunelit të kësaj lagjeje. Këtu po punohet në detajet e fundit para hapjes zyrtare. Jemi në punët finale të përfundimit të projektit të tuneli artistik këtu në kurrizin e Dardanis. Domethënë tash jemi në sinjalizimin horizontal dhe vertikal, që është si procesi fundit i këtij tuneli apo këtij projekti. Punimet, sipas Kastratit, pritet të përfundojë të shtunën e kësaj jave, ndonse vetë komuna javë më parë kishte paralajmëruar hapjen e tunelit për qarkullim brenda qershorit. Hapja e tunelit pritet në javën e parë të korrikut. Për këto vonesa në kryerjen e punimeve ka kritika opozita në Prishtinë. Duke pasur parasysh se nuk bëhet fjalë për një projekt me gjatësi apo kompleksitet të madh, punimet është dashur të planifikohen dhe realizohen më shpejt. Për më tepër, gjatë fazës së zbatimit janë bërë ndryshime të shumta, të cilat tregojnë mungesë të qartë të një plani paraprak të detajuar dhe menaxhim efikas. Por nga komuna thonë se punimet janë brenda afatit kohor. Projekti është parapar 8 muaj, plus 1 muaj punë shtesë. Ne jemi në përfundim të 8 muajorës, që jemi në përfundim të gjitha brenda afateve. Projekti ka kushtuar komunës së Prishtinës rreth 1.2 milion euro.